Rumble in the Jungle, eventi I boksit dhe kickboksit, zhvilluar tani në Tiranë, drejt nga Fox News. Kemi tani një ndeshje kickboksi midis Mejit Hysenait, kickboksierit Dibran, I stërvitur në Durrës, dhe turkut me tutat Kuqezi, ndërkohë Öztürk kickboksieri me tutat Bardezi. Live, e fillon Hysenai shumë mirë ndeshjen. Goditje me këmbë. Tenton prap, jemi parë në kickbox, rregullat e K1. Lejohen goditjet me këmbë, lejohen goditjet me gjuj, deri në trup, jo në kokë, me gjuj, edhe gjithçka tjetër që përfaqëson boksi. Prap, gasmon me këmbë Hysenai me të majt. Kundërpërgjigjet me duar turku Öztürk, xheb Hysenai. Prap Dibrani një goditje me këmbë. E qorton pak arbitri këmbën. Prap goditje shumë e saktë me këmbë, e fuqishme. Zhurma që bën goditjet e Hysenait dallohet që kemi bëjmë kickbokser shumë stërvitur. Shumë goditje të fuqishme me këmbë. Shumë sakta. Tjetër goditje me këmbë. Punon fort me këmbë Dibrani. Hysenai, produkti Titans Gym në qytetin e Durrësit. Xhep dhe huk nga Hysenai. Arbitri ndal ndeshjen. Ka një, si duket, një problem teknik. Ndesh avion. Vazhdon gjithmonë Hysenai në dominim. Goditje me këmbë nga turku. 3 raunde pra miq. K1 kickboxing në këtë event. Xheb I shpejtë dhe goditje me këmbë nga Hysenai. Gasmon gjithkohës Dibrani kundërshtarin turk. Xheb, goditje me këmbë, huk, crochet. Shumë goditje të shpejta. Vazhdon Hysenai dominim, goditje me këmbë. Dhe pa goditje me këmbë trup. Goditje të shpejta, të forta, thumbuese. Pa goditje fort me këmbë, shumë goditje fort nga Hysenai. Duket qartë që goditje me këmbë I ka specialitet. Më kujton kickbokserin kroat Mirko Krotchop, I cili edhe kishte specialitet goditje me këmbë. Shumë kickbox teknik nga Hysenai. Përdor shumë këmbët, dallohet që është produkt I shumë viteve punë. Teknike pastër nga boksieri Dibran, nga kickboksieri Dibran me xhit Hysenai. Kominim xhep plus crochet. 3 grushte që pasojnë në fytyrën e turkut. Mbaron raundi I parë. Dominim I qartë me xhit Hysenait. Kickboksieri Dibran. Kemi edhe 2 raunde të tjera miq në këtë event, që është pjesë e Rumble in the Jungle. Mundsuar nga Kushti I hekurt OTR Boxing Promotions. Falenderojmë promotorët Nelson Hysa dhe Eduard Dalipi, dhe presidentin e OTR Boxing Promotions Noizi, cilët kanë bërë të mundur këtë event, si dhe sponsorët e shumë të tjerë të këtij eventi. Pandimin e tyre s'do ishte e mundur. Vazhdon raundi I dytë me xhit Hysenai me tutat Kuqezi kundërshtarit të Öztürk me tutat Bardezi. Kickboxing K1 rules, rregullat K1 të sportit të kickboxing. Prap ngasmon me këmbë Hysenai, goditje shumë e mirë dhe lartë. Dominim absolut. Edhe cilësi në kickboxing e tij. Kundërpërgjigjet turku me disa crochet, I kombinim crochet, prap crochet dhe këmbë.
Hysenaj i thot, bjeri më fort, trego, ke më shumë. Gjuan dhe Hysenaj. Tërton turkut bëjnë këtë me këmë për shmanget Hysenaj. Vazhdon, Hysenaj tenton tani të boksoj. Kroshen në trup. Gjeb dhe kroshe. Gjeb në ftyrë, kroshen në trup. Prap, në kundër kohë kap, gjeb në ftyrë, kroshen dhe kroshe. Prap Hysenaj kombinimet një pas njëshme. E ka vënd në cep turkun. është paslitarve. Super kroshe nga Hysenaj. Super kroshe nga Hysenaj. Edhe goditje me këmbë për ta kombinuar më pas. Edhe goditje me të majtën me këmbë. Goditje shumë e fortë me këmbë. Shumë i kompletuar ky bokser shqiptar, miq. Ne të drejt në Fox News, Rumble in the Jungle. Eventi boksit dhe Panevino, pranë Hotel Plazës në Tiranë. Eventi mundsuar nga Grushti i Hekurt, OTR Boxing Promotions. Goditje shumë e fortë Hysenaj. Është i dëmtuar. Turku është tesisht dëmtuar, shumë i dëmtuar. Vendos numërim arbitri, pra fillon numërimi. Dallohet që ka shumë dhimbje. Dhe mbyllet këtu. Turku s'ka më zemër. U dërmua nga Mexit Hysenaj, kickbokseri i Brand. Gjithë ato goditje me këmbë bënë efektin e tyre. Një fitore krejtësisht dominuese e Mexit Hysenajt në kickbox kundër turkut Enes Öztürk. 2 raunde mjaftuan. Vazhdueshme goditje me këmbë, goditje me xhep, me kroshe dhe dhanë efektin e tyre. Dallohet dhimbjet që ka shkaktuar turkut, i cili them drejtën mezi po qëndron këmbë. Ka akumuluar shumë dëm kickbokseri turk. Por ky është kickboxing, sport i fortë, kërkon zemër, ka dhimbje. Jo çdo kush mund të futet në këtë ring. Urime Mexit Hysenaj, kickbokseri i Brand, që na përfaqësoi më së miri në ringun e Rumble in the Jungle, eventit për të mundur nga Grushti i Hekurt, OTR Boxing Promotions. Dhe drejt për së drejti në kanët tuaja nga Fox News. Tani flet Jurgen Zeda. E dytë, me nokaut teknik, në mënyrë të padiskutueshme, triumfator